A ke përdorur qumshin aptamel për bibën tone? Jo, tash jam të përdorur hipjen, për arsye që kanë thonë që nuk vam me përdorë. Qysh e more vesh që s'dosh me përdor? Nga zita kum po që s'bën, që është diçka dëmshme për bibe, dhe tani e kum dru tash hip. Për çfarë periudhe kohore ja ke dhënë bibës tone qumshin aptamel? As për 2 ditë e kum dru me një herë. A je friksu kur e ke po qët lajm? Po, padyshim si non mo. S'ka pas ndaj simptom beba? Jo, heq. Po për arsye ma shumë që ma mirë ja kum dru tani. Po e kum përdor, po për shkak që ka ndodhur tash, që jenë shfaq lajmet e kam A je friksu? Qysh je ndje kur e ke po? Po tash për shkak që kam zgjidhje tjetër normal që nuk më ka ardhur mirë, po e kum dru. Unë atëherë s'ka pas problema, dhe s'kom ditë si ka pas ose edhe djalit si ka ndiku kur gjo, ku në këtë rregull. Fatmirësisht, fëmijën e kam me qumzhiret, kështu që kam dëgju për rastin me qumshte aptamel, mirë po është një ngjarje që me të vërtet duhet me pas ma shumë kontroll në treg, edhe me u trajtu si çështje me rëndësi sepse është mpytje një jetë e fëmijët. Normalisht që është një artikull që me të vërtet lën me mendu se çka po konsumojmë për ditëshmëri, dhe ne si rritur aq më pak edhe kur është fjalë për fëmijë kaq të vegjël. Familjarët e mi nuk është që kam pas rast me përdor këtë qumsht, mirë po në shoqëri e kemi diskutuar edhe me shoqet e mia që janë prind vetë edhe kemi pa që si tema alarmante. Edhe në fakt kam dëgju për raste tjera që me njerë kanë ndryshu llojin e qumshit, po edhe ato tjera mandej fillon me u friksu se edhe ato mos kanë diçka. Kështu që gjithmonë ajo cilësia dhe labeli që është në paketim të lën me dyshu se është me të vërtetë që ato çapi konsumojmë me cilësi të lartë. Unë këshillu shumë që mos me përdor, se për shkak që shnet armit të gjitha. Po ti kush prej shoqërisë tonë si familjarëve to? Po e kam përdor abdin, po momentin që ka dalë në përmendje ose diçka, i kam thonë që mos me përdor edhe vetë, edhe normal që e kanë ndru.